Meditarin tani në Tiranë, një mision i Odirit ndodhet atje për të bërë një vlerësim të kuadrit të përgatitive të procesit zgjedhor. Delegacioni është takuar me autoritetet e larta shtetërore, opozitën dhe institucionet që merren me çështjen e zgjedhjeve. Pas takimit me misionin e Odirit, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama shpreh shqetësim për pajisjen e qytetarëve me karta identiteti. Sipas tij, procesi po futet në një qorë sokak dhe mundësitë e manipulimit po zgjerohen. Nga ana e tij, kryeministri Sali Berisha ka kërkuar praninë e një numri sa më të madh vëzhguesish në zgjedhje. Nga Tirana njofton korrespondenti Armand Mero. Odiri, një zyre OSPE e specializuar për proceset elektorale, ka patur gjithnjë fjalën e fundit në vlerësimin e zgjedhjeve. Një mision i vlerësimit të nevojave, i cili do të çon nga afër gjendjen e përgatitjeve për procesin zgjedhor, ka nisur sot takime të shumta në Tiranë me autoritetet, përfaqësuesit politik shqiptar, me përfaqësues të diplomacive perëndimore dhe të institucioneve të angazhuara për zgjedhjet e 28 qershorit. Panorama që ka marrë nga aktorët politik duket se ka qenë fort e ndryshme. Një opozita alarmuar për icurinë e pajisjes së qytetarëve me letër njoftime dhe përfaqësues të qeverisë që përsërisin vendosmërinë për të realizuar një proces të lirë dhe të ndershëm. Menjëherë pas takimit me delegacionin e Odirit, kryetari socialist Edi Rama foli për të dhëna që sipas tij janë dëshpëruese e po bëhen shkurajuese. Të gjitha afatet janë shkelur, të gjitha kushtet janë shkelur, i gjithë procesi zhvillohet në shkelje të vazhdueshme të gjitha atyre pikave që do të mund ta garantonin atë. Sot praktikisht jemi në prag të një situate dramatike e cila rrezikon të kthehet në një situatë pa rrugdalje. Në qoftë se ata qindra mijëra qytetare që sot nuk kanë pasaport, nesër nuk do të kenë kartë identiteti, do të mbeten jashtë procesit votimit, këto nuk mund të quhen më zgjedhje të lira e të ndershme. Për kryetarin socialist dita ditës po zgjerohen mundësitë abuzimeve me procesin. Sot të gjitha dhënat na tregojnë se mundësitë e qytetarëve po shkojnë duke u kufizuar dhe mundësitë për abuzime, spekulime e manipulime me këtë proces po shkojnë duke u zgjeruar. Por ne nuk do të lejojmë të ndodhë asgjë e tillë, sepse do të bëjmë të pamundurën që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Një nga këto përpjekje duket se do të jetë dhe propozimi që socialistët pritet të zyrtarizojnë nesër, një nismë me anë të së cilës kërkohet që të paktën për kategorinë e qytetarëve pa pasaport letër njoftimi të jetë falas. Nuk dihet se si do të pritet nga shumica një propozim i tillë. Përfaqësuesit e saj deri tani kanë këmbë ngulur se procesi po ecën normalisht. Në takimet e zyrtarëve shqiptarë me misionin e Odirit të shprehur vendosmëria për realizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme. Kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se listat e zgjedhësve një problem kronik në zgjedhjet e mëparshme po hartohen pa ankesa. Ai ka kërkuar praninë në Shqipëri të një numri sa më të madh vëzhguesish, duke deklaruar se kërkesa zyrtare drejtuar OSBE Odirit do të paraqitet javën e ardhshme. Ndërkaq sot nisi punën edhe komisioni i posaçëm parlamentar i ngritur për të kontrolluar përgatitjet për zgjedhjet. Komisioni i kërkuar nga socialistët ka përgatitur planin e punës. Të premten do të kërkojnë shpjegime lidhur me procesin e letër njoftimeve nga përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme të thirrur për të raportuar. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.